Generali Ramadan Qehaja ka reaguar ndaj komenteve të fundit të sekretarit të NATO-s në Prishtinë, i cili e cilësoi forcat e sigurisë së Kosovës si një forcë humanitare. Sipas Qehajas, kjo deklaratë është një qëndrim që përbën një shpërputhje të qartë me realitetin e krijuar në Kosovë gjatë viteve të fundit dhe mbi gjitha është një trajektore kundër me zhvillimet e fundit në skenën globale. Generali Qehaja theksoi se kapacitetet ushtarake të Kosovës po zhvillohen falë bashkëpunimit bilateral. Sipas tij është koha që burokracia e NATO ta adoptojë qëndrime më të përshtatshme për kohën në funksion të interesit rajonal të sigurisë. Ai kërkoi që vendimet të reflektojnë realitetin dhe nevojat e ndryshuara të Kosovës dhe të rajonit, duke u fokusuar në forcimin e sigurisë dhe stabilitetit afatgjat. Në vijim postimi i tij i plot, me shkas deklarata e sekretarit të NATO-s në Prishtinë, e cila komunizon FSK-n si një forcë humanitare përbën një qëndrim të shkëputshëm me realitetin e krijuar në Kosovë vitet e fundit, dhe mbi gjitha është një trajektore e kundërt me zhvillimet e fundit globale. Është e habitshme se si vijon një qëndrim i tillë burokratik, atëherë kur është mos e qartë që një FSK me mandat mbrojtës do të ishte jo vetëm në shërbim të ruajtjes së paqes në Kosovë, por edhe potencialisht kapacitetet tona do të shërbenin si pjesë e përpjekjeve të përbashkëta europiane në një mjedis të jetë kompleks të sigurisë. Sigurisht se kapacitetet tona ushtarake janë duke u zhvilluar falë bashkëpunimit bilateral, por se është koha e fundit që burokracia e NATO-s të transmetojë qëndrimet e kohës në funksion të interesit rajonal të sigurisë, shkruan ai.